Prindi do të më lutë për evladin e vetë çdo ditë. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, kaderën nuk e kthen asgjë pas lutjes duas. Për shembull, është kader, ka qenë Zoti smundje dhe ti lutesh, o Zoti jam, sharam ya rabbil alamin, dërgë ma këtë smundje, dërgë ma këtë bela, dërgë ma këtë sprovë. Është legjitime. Ndërsa për prind, më lut prindi për evlad, kjo është edhe më e fortë, shumë më e fortë. Për përmendni vesh një hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, 3 lloj lutjesh bëhen kabul përgjigje, nuk ka dyshim në to, nuk ka dyshim. Lutja doja udhëtare, lutja e prindit për fëmijën e vet, dhe lutja e atina që është bërë zëllom. Prindit nuk e kthehet mrapa doja për fëmijën e vet. Pra, doja e prindit për evlad është gjithçka është sanimal, shumë sanimal, shumë rëndësishëm. Dhe kjo është edhe këshill për prindrit që mos të ngorojnë. Prindi do të më lutë për evladin e vetë çdo ditë. Çdo ditë. Evladin e lutet për prind çdo ditë. Rrallë evlad lutet. A prindi i shkret lutet për evlad. Pastaj doja e prindit pranohet për evlad. Doja e evladit nuk është patjetër pranuar për prind. Doja e prindit po. Kështu që ti lutet për evladin tënd e pranohet inshallah taala.